Mirëmëngjestimi prill me të boru, menduam fakt se erdhi pranvera, aq në fakt edhe si për ironi pothuajse gjithë bizneset e fshatrave turistik ishin drejt mbylljes ato të cilat kanë lidhje me të borën, por mersa duket skipista edhe një herë tjetër është rihapur në Dardh pasi ka shkuar deri në 25 cm trashësia e të borës në fshatin turistik të Dardhës, e po ashtu dëbor ka patur edhe në fshatin turistik të Voskopojës, të Vidkuqit, por po ashtu edhe në qytet, aty ku momentalisht ndodhemi. Probleme absolutisht që ka përsa i përket rrugëve rurale, janë rrugët rurale ato të cilat paraqesin probleme kryesisht në përfshatrat e thellë malor, aty ku trashësia e të borës është nga 10 deri në 15 cm, ndërkohë që paraqiten probleme edhe me energjinë elektrike. Janë 12 fshatra aktualisht të njësisë administrative proptisht të bashkisë Pogradecit, të cilat kanë shkëputje të herë pashershme të energjisë elektrike, po ashtu edhe fshatrat e Devollit të sipërm, Nikolica, Arza dhe fshatrat e tjerë kanë probleme me energjinë elektrike, ndërkohë që probleme po ashtu me furnizimin me energjinë elektrike paraqiten edhe në fshatrat e njësisë administrative të çlirimit në bashkinë e Kolonjës. Nuk paraqiten probleme përsa i përket rrugëve nacionale, flas për ato rrugë nacionale të cilat janë kryesore, pra Qafthan, Kapshtic për ata të cilët duan të udhtojnë drejt shtetit Elena, po qoftë edhe Zëmblag, Goric për ata të cilët duan të udhtojnë drejt Maqedonisë së Veriut, e po ashtu edhe rruga Korçersek, e cila lidh më pas edhe Gjirokastër, Saran, Det është e hapur totalisht, nuk paraqiten probleme me rrugët e rëndësishme nacionale, edhe rruga Korç-Pogradec paraqitet në situatë të kënaqshme, edhe pse hera herës e gjithë trupa e policisë së qarkullimit rrugor ka krijuar disa postobloqe për të bërë këshilla drejtues vetëmiteve për të reduktuar shpejtësinë, nga ana tjetër ata të cilët duan të udhtojnë drejt zonave të thella malore apo qoftë drejt zonave të larta duhet të jenë patjetër të pajisur me goma dimërore ose nga ana tjetër edhe me zinxhir, ndërkohë që probleme në këto momente komunikohet që ka edhe në fshatrat e njësisë administrative të Moglicës e të Lozhanit në bashkinë e Maliqit, ndërkohë që probleme paraqesin me energjinë elektrike edhe njësi administrative të tjera në bashkinë e Pogradecit, të cilat lidhen nëpërmjet agjencisë elektrike të Prenjasit. Kjo është situata aktualisht që flasim në juglinë të vendit, ndërkohë që duhet specifikuar se ka dëme të konsiderueshme në frutikulturë. Nëse flisnim para një jave se dëmet në kumbulla dhe qershia ishin në masën e 50 apo 60%, absolutisht me siguri mund të themi se dëmet në kumbull e në qershi jo në moll, sepse do duhet të kalojnë afro 72 orë për të kuptuar dëmet në moll, por te kumbulla dhe te qershia mund të themi se nuk do të ketë fruta në juglindje përsa i përket këtyre llojeve, sepse janë dëmtuar në masën 100%, pasi rreth orës 3 apo 4 të mëngjesit të sotëm temperaturat kanë shkuar deri në -7 gradë Celsius, që do të thotë se dëmet janë rritur në masën e 100%-s. Agjencia hera e fundit që ka rënë bor në këtë periudhë kur e kujton ti? Me kaq shumë ka sasi flasë, reshet të shkurtra bore. Jo me këtë intensitet, pasi dëbori ka patur edhe në fund të prillit përpara 3 apo 4 vitesh, por me këtë lloj intensiteti të çuditshëm, sepse ka një formë të çuditshme të rreshjeve në juglinë të vendit, pasi më tepër dëbor ka patur në qytetin e Korçës, e cila normalisht është më e ulët në nivelin e detit se sa Dardha, Voskopoja, Vidkuqi, Mashkullora. Pra nëse trashësia e dëborës në qytet, siç ju e shihni, sepse normalisht tani është ora 11:35 minuta dhe për shkak të ka filluar të shkri, po ka shkuar deri në 18-19 cm, në këto zona malore ka shkuar diku rreth 12-13, ndaj në fakt edhe ka patur rreshje të çuditshme, sepse pritej që në fakt rreshjet me indesit lartë t'i përkisnin Mashkullorës, Vidkuqit, Voskopojës, Dardhës, Mokrës së Pogradecit, Devollit të sipërm, Arzës, Nikolicës, zonave aty përreth. Rreshjet më të mëdha kanë qenë në qytet, ndërkohë që absolutisht përpara apo 3 apo 4 vitesh ka patur rreshje të tilla, por jo me këtë lloj intensiteti. Ka patur rreshje dëbore të cilat nuk kanë mbajtur, i themi në gjuhën popullore, por në këtë lloj forme kanë sjell dëme shumë të konsiderueshme, kryesisht në frutikulturë. Uroj që të mos ketë dëme të mëdha
në mollë, sepse kryesisht fusha e Korçës, fshatat e Dvoranit, Kamenicës janë të njohura për prodhimin e mollës, por patjetër janë të njohura edhe për prodhimin e kumbullës së qershisë, e cila ka sjell dëme të konsiderueshme në bërthamorët, ndaj edhe Jorgo Braholli, të cilën në para pak minutash kam patur mundësi ta intervistoj, apo qoftë edhe Arbenu Solli, Jorgo Braholli si përmarrës dhe fermer, Arbenu Solli specialist pranë drejtorisë së bujqësisë, shprehen të dy njëherazi se kërkohet vëmendje e shtuar nga Ministria e Bujqësisë, pasi në këtë lloj forme ata persona, ata fermerë të cilët kanë investuar te kumbulla dhe te qershia, absolutisht që këtë vit do të shkojnë drejt falimentit. E kuptova, Xhenci, shkojmë me shumë faleminderit. Të uroj punë mbar, do të jemi sërish bashkë për gjithë zhvillimet nga Jurlindja.